Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë. Arsyeja pse nuk kam arritur t'ju lexoj, kam qenë në spital, vuaj nga hernia diskale, shpina, e operuar 2 herë dhe sikur nuk po gjej akoma derman apo shërim. Dhe her pas here shumë kapsa që nuk qëndroj dot e ulur, të dashur peshqi. Boll me të mijat, po dalim në leximin e juaj. Po filloj me një letër kogja të bukur për mendimin tim, nga që do sjell kogja ndryshime në jetën e juaj. Një ndryshim i madh që nuk varret vetëm nga ne, të dashur, është paksa ato çfarë kemi dërguar, çfarë energjish kemi dërguar universit. Mund të përballesh me një kthes të papritur ose një situatë që të ndryshon drejtimin. Kjo është energjia e fatit që lëviz, duke kujtuar se jeta nuk është gjithmonë në kontrollin ton. Në fakt, në kuptimin e asaj nuk është gjithmonë, nuk shpeshherë bëjmë gjërat pa menduar dhe japim diçka që s'duhet, apo mendojmë diçka që s'duhet, dhe sikur e kthejmë pas. Kjo është ajo që nuk e kemi në kontroll. Por, e bukura e gjithë kësaj çfarë po ndodh, të dashur, po vazhdojmë me vdekjen. Vdekja është rilindje, një mbyllje forte, një kapitulli që është duke marrë fund. Mund të jetë një situatë që ka kohë që të ka rënduar dhe tani është koha ta lësh pas. Ky ndryshim është i pashmangshëm, por edhe i domosdoshëm që të hapet një rrugë e re. Të thotë një rrugë e bukur, një rrugë e mirë. Kjo është ajo arsye që rrota e fatit është aty për të ndryshuar drejtimin e jetës së juaj. Pastaj shfaqet papnesha, që fton të mbështetesh te intuita, që gjithë e dim që peshqit e kanë një intuitë shumë të fortë. Është koha për të mos folur shumë, po për të dëgjuar brenda vetes. Sekretet, ndjenjat e fshehta ose gjërat e pashprehura do të kenë shumë peshë këtë javë. Kjo krye peshkope të quaj apo papnesha të mëson që fuqia e vërtet vjen nga qetësia dhe njohja e brendshme, intuita e juaj. Në zëmër të javës, pra në mes të javës, ta themi ashtu, kalorësi i zëmrave, një ofertë emocionale, një hap drejt dashurisë ose një afrimi që do të prek zëmrën e juaj. Mund të jetë një person që shfaqet me një gjest të sinqert ose një shenjë që të rikthen emocionin. Nuk do thot patjetër dashuri, absolutisht, edhe pse ka zëmrën këtu. Mund të jetë gjëra të ndryshme, ofertë për punën, një gjë që të ngrosë zëmrën e juaj. Është energjia e butësisë dhe hapjes së zëmrës, absolutisht, që të rikthen emocionin pra. Dhe pastaj shfaqet njeriu i varur. Do të ndihesh sikur koha ngadalson dhe duhet të shohësh situatat nga një kënd tjetër. Kjo nuk është një bllokim i përhershëm, të dashur peshqi, por një thirrje për durim dhe për të ndryshuar perspektivë. Gjithë kjo çfarë po ndodh me intuitën, vdekjen, rrotën e fatit, gjithçka sikur po ndryshon kahjen e juaj, të jetës së juaj, për të parë gjërat në mënyrë ndryshe, për të parë gjërat nga një kënd vështrim tjetër, për të parë shumë çka që nuk e keni parë deri sot, pra. Dhe ajo e bukura që është fund vjen asi i lejtive. Një fillim i ri, një mundësi që të jep siguri dhe rritje, pas gjithë ndryshimeve, pezullimeve, hapet një derë e re që të premton stabilitet dhe një shans të freskët për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Pra, të dashur peshqi, kjo javë është një udhtim i fortë i transformimit. Një cikël që po mbyllet dhe fati të çon drejt një drejtimi të ri. Edhe pse mund të ndihesh i pezulluar, intuita jote do të udhëheq, do të ketë një ofertë emocionale që do të prek zëmrën, dhe në fund një fillim i ri, hapat një fillim i ri që do t'ju hapet më i pastër dhe më i qëndrueshëm. Leri pas frikrat, peshqi, dhe beso se mbylljet po të hapin portën për diçka shumë, shumë, shumë më të mirë, të dashur peshqi.